Është hera e parë që në qytetin e Durrësit zhvillohet një kampionat ndërkombëtar, tashmë me përmasa ndërkombëtare, parashikohej rajonal, por sot kemi pjesëmarrës nga Finlanda, Ukraina dhe jo vetëm rajoni. Pjesëmarrja është e përllogaritur gati në 200 lojtarë, priten të vinë edhe më shumë. Kategoritë janë nga më të ndryshmet, kategoritë e fëmijëve U8, U10, U12, U14, kategoria Rapid Open, Blitz Open. Lindi nevoja që ne sot të zhvillojmë këto aktivitete, të formojmë shoqatën Akademia Shahu Teuta në mënyrë që t'i përkrahim dhe t'i përgëzojmë patjetër të gjithë fëmijët, të gjithë kampionët, të gjithë sportdashësit dhe amatorët e shahut. Dhe për këtë arsye ne sot zhvillojmë këtë kampionat dhe ju urojmë suksese të gjithë lojtarëve. Ne së fundmi kemi organizuar dhe kampionate ndërkombëtare të disiplinave të ndryshme, për sa i përket futbollit të moshave, lërave me dorë dhe së fundi aktiviteti i notit, një aktivitet mjaft i rëndësishëm e pjesëmarrje për pjesë sportistësh në vende ndryshme të Evropës. Pra mund të themi Durrësi një epicentër jo vetëm e turizmit, por dhe sporteve masive. Atëherë, Durrësi, qëllimi jonë dhe angazhimi jonë maksimal është që të shndërrohet në një pol jo vetëm turistik, por edhe sportiv, duke pasur vëmendjen tek të rinjt dhe fëmijët. Shoqata jonë, Akademia Shahu Teuta, përfshin në gjirjen e saj shumë fëmijë dhe ky masivitet dhe ky aktivitet bën që pjesëmarrjet të jetë jo vetëm nga akademia jonë, por nga gjithë rrethet e vendit tonë. Por nuk mbaron këtu, sepse ky është një festival që fillon me ditën e sotme paradite, me fëmijë të moshave nga 8 deri në 14, po vazhdon me disiplinën Blitz Open, që i kemi nga gjithë rajoni, kemi nga Polonia, Ukraina, Malezi, Maqedoni, Kosovë, gjithë, dhe vazhdon në ditën e diel, në ditën e fundit, me disiplinën rapid nga 10 minuta, që besoj do jetë një pjesëmarrje e jashtëzakonshme. Të brezë sportistësh të rinj, hyrje në profesion, në shoqëri dhe gjithçka. Kështu që është me fat ai që luan shah, sepse është i mbrojtur, i zgjuar dhe fiton çdo ditë të jetës.